Luar vërtet të shmi, dhe zakonisht është apel dhe të kësisë të decisivës të përrejnë. Partnership që diverse pare tu, preparano per il centro di riuscire a dare il Organization University authority in Switzerland, so she read on Ruth Huber for Afghanistan. A été marquée par son grand amour. Il semble un véritable échange sur sa vie. Mais ses conversations traversent les frontières et atteignent les limites.
En Suisse, le génital est reconnu comme un discernement. Dans les travaux scientifiques accumulés de poissonner de la compréhension d'environnement de ce domaine, il était à la fois géologue et économiste. Il a fait des découvertes archéologiques et a en même temps étudié les cultures dans les Balkans et spécifiquement en Allemagne. Il a établi des théories révolutionnaires en technologie et il sait en forme et la morphologie des habitants de ce petit pays balkan. C'est ce lien entre la recherche scientifique et l'appréciation des et cela résonne bien avec la philosophie suisse, qui consiste à poursuivre l'innovation, mais aussi le souci de la solidarité et de la collaboration nationale. Chers invités, je suis heureuse que nous puissions aujourd'hui donner la parole aux chercheurs et scientifiques allemands et suisses. Ils mettront en lumière l'impact sur les générations futures jusqu'à nous. En médecine, en est le travail récent dirigé par le professeur Albert Martin. Il suit en aval des traces et découvertes plus tard après pour la région de Texas sur les établissements préhistoriques. Je vais laisser le professeur Martin et ce lien qu'ils font plus pareil. Mais je suis fière et heureuse de voir que les scientifiques suisses continuent à contribuer leur travail à l'Allemagne. Il y a une centaine d'années, je pas et encore aujourd'hui. Et je suis heureuse de souligner que j'ai témoigné d'un excellent partenariat entre les archéologues suisses et leurs homologues allemands. Leur travail a donné lieu à des réalisations révolutionnaires. J'espère que cela inspirera d'autres générations. Nous voulons voir les esprits scientifiques que l'on peut soutenir et collaborer. Profitant de cette occasion du premier rendez-vous de Chantal pour changer de nouveau partenariat, pour changer d'idée. Je remercie l'Académie des sciences d'avoir accueilli ce symposium et d'avoir généreusement contribué en partie de ce projet. Faisons connaître son œuvre, racontant toute l'histoire de cet héritage culturel. Je vous remercie pour votre attention. Deci, Violin Taiman, já invitaram intelectuali subdimensionali, humanisti, da shumë, me kontributë politike që ashtu për Shqipërinë, por me arkeologën e njohur Eritan Cegën dhe profesorin do të dalemi tek mësimet e tij mbi antropologji. Përshëndetje. Do të bëjmë mikrofon. Për parë. Ambassadore colleghi, mulai de tre për te i mundësive të mia për paraqitur janë proprio në një moment kur kemi një antropolog të unë profesor me profesor Finans Alessandro Lima doktorati kërës mund jemi gratë për organizar një antropolog. Në këtë të një vetëm, me një sugjeto ka dhënë kutime preparatimi antropologjinë shqiptare dhe unë do të ka një aspekt specifik për Eugen Shqiptar dhe më kemi për historianin parë shqiptar të kontrollimin. Ishte koka kur Shqipëria ishte vizituar nga arkeologë njohur. Ishte kohë të kaluar në fakt, të kaluar në fotografi, mostrando probabilmente la loro
por nuk kishte pasur interes të veçantë për periudhën prehistorike, mund të themi që gërmimi I parë I meritil arkeologjik nuk është në prehistorisë, ka kishte historianë fitar në karakterin e tij poliedrik drejton këtë aspekt I spanjollë. Unë do të ishte më pak. Pas të zgjohit, për nuk e di pse shkojtë në shpellën e trenit, tila e tila për të rritme, do është nga citet emblematike. Tu ke një pamje të shpellës trenit, një pamje valore saj, dhe kjo ka një shpellën nga partitarë në ato, dhe po, më përgjede Shpella tamam Shpella në tjetër të kryes u shikoni e vendosur në ambient prehistorik të zakon me vjata të vetë muri të tuti kalas të terren të kalamën e prehistorik dhe një majtë të dalë të tropë të prapë muri resursi kalas dhe të të shkonë në platësi Vitini të domu ku prete të tjera të nëmë tu, për ka të shkoni të kalla e shuetit të prasë në kalla emblematike. Dhe kjo besoj ka qenë pranë. Tu, pili shumë të bëndë, mos të akajtër mutin e vitini e 1937, që dore I bashkë me Janë e Lazarena, për e kërmimet I qikojnë, pra ata panë të vëndbanimi se justisht, ishte shpella nga e majta, duke të tyja shpellës, të instalime të burin ato ekipi shqiptar, një elektromotor të ndryshon të shpellën, dhe nga tjata të gërmimi që është bërë në pjesën e sikur me të vëndbanimi, që të sektorit të produktivit, të dha një pamje jetë në interesante. Kjo është stratigrafia e sektorit të shpellës, dhe unë kam pas fatë në ato të të luar punës si arkeologi që atestari e ekipit, që është një përmirësuar në ambientin e shpellës në lakëti. Dhe duke stratigrafia, cila ka ndryshuar pastaj në botimin e dytë të bënë. Muzafer Korkut dhe shikoni që shtresa e poshtme është në viti herës në të rritë sekit të kuptuar, për pastaj dallon një pjesë fragmente dhe përsëriera me energjetiku, që është shtresa e dytë, mjaft e trashë, dhe pastaj që është shumë e rëndësishme është bronzi I hershëm dhe hekur I hershëm. Në të shpikoni e viti të shpikojmë brutje, do të japë një shpjegim më të mirë, por ajo ka rëndësi në këtë përsëri ka qenë dhe materiali ka gjetur Eugen Pitar, dallohen dy teknika të ndryshme, një teknikë nga e majta që është impreso, ku ka ndjekur profesor Hafner Pje, ka parë që është impreso tipike që ka gjetur edhe në kompanimin e linit, pra jenë në neolitin e hershëm, është pikërisht periudha e përcakton Hafner. Nga djata, në jetën stres, për tjerë, kemi një neolit shumë gjatë, shumë fillore, që përkon pastaj me malit, një malit të me neolitin e hershëm dhe në një alarm të tjerë të jenë të tjetë fushën e koshtë dhe në treutën e progresivit. Natyrisht që ne nuk mund të themi se cila ishte aftësia e Eugen Pitar, I cili në të masë ceramike, pra për të arritur që neoliti ka kaluar në fillim tek hekur I hershëm dhe këtu jemi tek shtresa e hekurit të hershëm, janë zakonisht e pasur me dekoracione, po kur shfaqet për herë të parë keramika e pikturuar, cilën përndërprendje quajti si keramika devolite, dhe është shumë e rëndësishme pikërisht këtu gjej pastaj zhvillime më të interesante të kësaj zone ku shpella e trenit ka një tekst për kuptuar zhvillime ekonomike shoqërore që ndodhin në hekurin e hershëm veçanërisht që prodhiometriku në Greqi dhe ku në Shqipëri për herë të parë
fajnë dhe ceramika formuar me qarë, tipike. Krasë importe, këtu kemi nga djata, kemi një import që vjen nga Korinti, e Korinti është vendin tanë të lidhje dhe ashtu të saj 2 shekë më vonë, në themelinë ekonomive helenet, dy radhët apo nisë në punët që ka përërson. Pra kemi një para histori të zhvillimit të antikitetit, një spostojnë nga Pythagoras dhe tregtetit në shekullin e 7. Edhe që merita e Pitar është që me një metodë tjetër, që nuk është metoda e krahasimit, është metoda mendator, nuk ishte një katalog të ceramikave prehistorike, të mirë në dha në Ballkanin jugor, që sqarojnë kronologjinë tonë më vonë, janë kërmimet e punëve të vjetë, por ai informatikë, krahas kupton që Pellatën nuk ishte e vetmja, dhe ditët në kanalin Trajan, ku kemi pamje nga ajri, Majka duke fundi i qenies të freskët, i portuar se nuk ekziston sot më, duke pak shkëmbejtë nga Majka në të duke shkëmbejtë kalas treni, që u shkullor nga Muzafer në Zërmeni Andrea, dhe të ventrogu, që shikoni nga gjatë dhe shumë e qartë, murën e produktivit të kalas Trajanit, kalas bashkëor, në nuk e një tani akoma raportin, një enigmat e arkeologjisë shqiptare, të cilët raportin diskatë qendra që gjendën në të zonë, pra në Suezit, në kalas Trajanit, kalas trenit dhe kalas ventrogu, dhe materialet që ata nuk përvjetë. Besë që duhet e një projekt të madh i prehistorisë të përkarme. Dhe këtu mesazhet të pikërisht në autenticitet. Kam thënë pikërisht këto 3 forma tipike, pra nga e Majka keni Trajanin me mure jo shumë të rregullta, Tigan 23 hektarë, në qendër keni trenin, kam më pak se 2-3 ynëm përballje, por me një mur shumë të rregullt keni vetëm një pamje nga sipër, dhe në tjetrën teknik nga e djata keni kalas elektronik. Pra besoj që Pitari ka shkuar direkt tek çështja, ka hapur drejt një enigme që besoj që arkeologjia shqiptare ka përpiqur ta gjejë. Besoj që ky është punkti, besoj, i parashikimit dhe të jap vetëm përsi një antropolog, si njeri i ishte por jetërik arriti do të jo vetëm për shkak të faktit të përshtatshëm, por edhe për një novatje. Një antropologu që mendon të antropologjinë, edhe si antropologji sociale, edhe si antropologji humane, po edhe si një kulturore. Unë me krahasuar në ambasadën e Shqipërisë, do për taksonimin e gjatë, të kemi në Shqipëri, në mund të madhe, që e meriton. Për parin të nota arkeologji ancora francofone, germanofone, questo pour la conclusion finale donner à l'archéologie alpanaise, spécialement pour les fouilles extraordinaires de vie. Mais je vous assure que notre archéologie reste toujours francophonie dans cette évasion de globalisation d'anglais partout, mais aussi de spread. Faleminderit profesor Tega. Koha një të dëgjuar nga profesor Albert Hafner nga Universiteti i Permës, i cili do të flasë mbi veprat e Pitar në Zvicër.
Guys, just to give you for attach your category, here for free. Monsieur le Président de la communication, j'ai entendu que je ne suis pas un spécialiste de cas, mais je vais présenter quelques aspects que je trouve et je travaille plus tard depuis un moment et je vais présenter quelques images de notre fouille en ligne en même temps. Donc, plus tard, pour comprendre un peu plus tard, il faut savoir que dans le paysage de l'archéologie suisse, il faut savoir que pour finir du XVIIe siècle, l'archéologie a commencé en Suisse avec des sites lacustres et ensemble avec la découverte du site de l'Athènes qui a donné le nom à une période de l'époque de fer, a tout à marquer directement l'histoire de l'archéologie en Europe. Et ce sont quatre figures qui ont commencé au XVIIe siècle et qui ont porté l'archéologie dans toutes les régions de la Suisse. C'est important de savoir que la Confédération suisse moderne s'est fondée en 1838 et c'était très pratique pour la Confédération d'avoir une archéologie dans tous les deux pays principaux du pays, dans l'Est et l'Ouest. Et par un monde, on n'a pas trouvé la partie italienne ou Byzance, mais au moins ces deux grandes parties. Et donc, l'archéologie a toujours un rôle fédérateur pour la confédération. Il faut aussi dire qu'on a le premier plongée subaquatique, le plongée de recherche mondiale, avec cette image au lac de Léman, fait par Adolphe Morlot, Bernois, qui a plongé et cherché le premier pilotis au lac de Genève. Donc, si on avait comme ça, donc, si c'est le début de la recherche en Suisse, et pour caractériser M. Pitard, c'est assez difficile parce qu'il est très large et vaste des intérêts. Si on met dans le catalogue électronique de Suisse Pitard, de Gênes, on trouve 700 entrées. Donc il a écrit sur tout et il a des documents de beaucoup de choses. Donc, c'était le temps où archéologie, ethnologie et anthropologie étaient réunies comme une science unique et les définitions des sciences n'étaient pas encore si claires. Et Pitard a fait des fouilles en Dordogne, il a fouillé en Suisse, mais il a toujours fait la chronométrie, c'est l'anthropologie de l'époque. Il faut aussi savoir prendre Pitard dans le contexte du temps que je vais faire. Et en tout cas, Pitard a aussi de l'eau, il a pris sur le plancton dans le lac de Genève, sur la faune dans les lacs alpins, et il a aussi donné des conseils par exemple, il a appris comment on devrait construire des ponts dans les écoles pour les élèves. Donc, une chose extraordinaire large de la zoologie à la sociologie, de la anthropologie et d'autres. Évidemment, il n'était pas tout seul, il y avait d'autres en Suisse, l'Amérique interne, et heureusement, je pense qu'il a fait un travail très exemplaire, comparé avec d'autres, parce que c'est une science de la chronométrie, et aujourd'hui aussi, on fait toujours, mais c'est pour prendre en contexte le temps du début du siècle. Donc, la première phase des sites d'agriculture est déjà finie quand il a commencé à travailler et il était dans un temps où l'anthropologie était une science éminente, mais soudainement, elle avait arrêté à cause des tendances qui étaient pas souvent très bien vues. Mais il faut dire que plus tard, c'est à une époque avec sa largesse et sa humanité, on a dit à pas fini de chercheurs. En 1912, il était président
du congrès international de microbiologie et l'histoire et écologie à Genève. Et ça, c'était remarquable. Il était président de cet événement extraordinaire. Et on va dire que le premier conférencier, tout le temps, était en 1865, déjà fait. Donc, là-dessus, c'était très bien dans ce contexte. Il a présenté des tâches de Cyclapus. Et en 1942, il a écrit un livre sur l'histoire suisse. Et ce livre était destiné aux soldats, aux frères, aux frontières, pour pouvoir lire l'histoire. C'était un livre comme ça, c'était des livres qui sont installés dans le salon des soldats. Très étonnamment, en 1921, Picard a fait un petit texte sur un site de Grèce et de lac de Morage, et vous voyez les pilons qui sortent de la terre, parce qu'il y a un abaissement de l'eau et tous les qui sortent ici. Je pense que Picard a fait un travail extraordinaire, il a fait des mesures de 280 000 pour la position des pilotis. Et jusqu'à cette époque-là, jamais personne n'a fait part des descriptions et des noms décrits, mais personne n'a eu l'idée de comment planifier le plan et l'engagement. Et par hasard, c'est le pompier Albertin de Paris a envoyé 2 photographes pour publier le livre, qui a fait plusieurs photos. Je pense absolument le même temps que Picard a fait ses recherches artistiques. Aussi remarquablement, c'est que souvent 3 mois plus tard, il était en Allemagne. Et en Allemagne, il a découvert des tessons olympiques. Bien sûr, Picard est absolument informé sur tout ce qui se passait sur le lac Suisse et qu'il avait des très bons contacts avec Salazar de Bâle qui ont voyagé en Asie, en Indonésie, qui ont vu des Cyclapus encore existants à l'époque. Donc, à mon avis, Eugène Picard a tout de suite compris dans l'acte que je ne pas, il y a la possibilité principale qu'il y a des Cyclapus. Bien sûr, il a découvert des citations, mais on est intéressant et c'est un hasard de l'histoire que 100 ans après, nous avons commencé le premier courrier à le site de l'île. Donc, on était, il y a 3 ans déjà, conscient qu'on est dans ces traces 100 ans plus tard. Aussi intéressant, c'est que le fils de Picard, il a fait aussi un travail remarquable avec l'archéologie subaquatique. Déjà en 1937, il a travaillé avec une équipe sur le lac du Mont. Vous voyez des petites plaques en bois. Il a marqué chaque pilotis sous l'eau avec une corde et une plaque en bois. Et les plaques flottants ont été photographiées de l'avion. Comme ça, il a pu faire le premier plan d'un pilotis. C'est complètement perdu, ce travail. Et le fils de M. Picard n'a jamais travaillé dans l'archéologie, mais j'ai trouvé ça par hasard. Je trouve que c'est une bonne lien parce que Picard était sûrement sur place là, parce que son fils, il était un français absolument actif. Et comme ça, le lien avec l'archéologie subaquatique en ligne et aussi passe par Picard. Et ça, c'est une image que j'ai prise à l'île cette année, avec une drone, toute une technologie qui ne connaissait pas tout, et nous, heureusement, ça fait des années, et sur le bateau, on va conduire dans l'eau, et tout le système pour faire des fouilles. Je ne vais pas aller trop dans les détails, parce que je sais qu'aujourd'hui, on fait des fouilles maintenant dans la région, et on a des découvertes. Je pense qu'on peut dire extraordinaire à l'île. On fait aussi côté terre avec beaucoup d'étudiants
aussi des participations, bien sûr, de nos collègues albanais. Et c'est, disons, une fouille à tout ce qu'on a fait dans la région de Korcha, une très grande fouille pour trouver ce site qui était trouvé par nous, ça va être Pouti, nous avons longtemps, et on a découvert aussi de la réservation parfaitement dans cette région. Et on a pu trouver que, confirmer que Pouti était correct et qu'on bon, ce qui est complètement différent de ce que Eugène Guittard n'a pas pu croire, que sont les progrès énormes que l'archéologie a fait depuis ces 100 ans où il a travaillé. Je pense que Eugène Guittard n'aurait jamais pu imaginer qu'on peut faire des datations précises à long ou à dizaines d'années avec des orages solaires qui sont datés à un an précis, 5259, où on utilise ces datations qui ont fait de l'évolution de l'archéologie préhistorique. Tout ça sont des évolutions, pas seulement les derniers 100 ans, mais plutôt les derniers 40 ans. Et je me souviens, quand j'étais étudiant, on était pris par cette vague de sciences naturelles, des sciences naturelles, et j'étais fasciné par la méthode de la démochronologie qu'on utilise encore maintenant ici, qui permet, qui change toute notre idée de la préhistoire, parce qu'on sait le nombre de durée du temps, on peut estimer le temps, et ça c'est très important parce que sans savoir les temps qui sont écoulés, c'est très difficile de faire des détails sociologiques. Et une autre méthode qui est des images que j'ai fait suisse de tombe mégalithique avec 40 personnes inhumées, ce que Eugène Guittard n'a pas pu imaginer pour faire la génétique, l'analyse des génomes, l'analyse des parentés entre les inhumés, le sexe, l'analyse des maladies. Tout ça est possible avec l'analyse des gènes. Et ça fait, moi, peut-être la plus grande révolution qui est au monde, c'est l'évolution de la paléogénétique. Mais là aussi, on va faire une compréhension que la science a une certaine responsabilité, surtout quand on travaille avec des experts humains. Donc, je pense que Eugène Guittard était quelqu'un qui a aidé beaucoup à cette évolution et les générations du début du XXe siècle ont fait le fondement pour les sciences fin du XXe siècle. Et on profite maintenant. Donc, tous ces gens, les pionniers, comme on peut le dire, ont travaillé beaucoup pour une science qu'on utilise maintenant. Et on va absolument estimer cette groupe de pionniers du XIXe jusqu'à un peu plus tard, qui n'ont pas eu ces possibilités qu'on a maintenant. Et nous sommes dans un paradigme avec une méthode incroyable que je pense que notre génération a pu utiliser. Merci. Professor Hacker, jag vet inte kontribution för den dagen, men kontribution sure att såra för agrologin eller musik. Det ska man lite libri, Ottini i Brown, Eugène Guittard, e Guittard Chipri. Si ci permette di avere subito cada preocupação sobre o governo desses fatores suspeitos da corrupção a autores, a assim como o resto do campo do poder ser.
Gjenev, 6 nëntor 1889. Ditën e shumë rrethorës 9 paradite, shkoj në rrugën Baki 23, u isha në takim me Andon Zakoçoju. Për shkak se ai kishte marrë një vonë në krahun e pallatit të hapur, Evgenia më tha se Andoni ishte dalë deri në mëngjes, do të shkonte në Universitetin e Gjenevës. Shtova hapur dhe arriva para të së universitetit. Andon Zako konkurrente në vendin ku takoheshin zakonisht një zarf të bardhë. Ai nuk ishte parë të larë, për sa të ofrova më tha, do të jap një lajm të mirë. Jam regjistruar në Fakultetin e Drejtësisë. Babai do të zotë të bëhem avokat. Gjenev, 15 tetor 1993. Eci rrugën e Gjenevës dhe nga stacioni treni Barnaba, bret në parkun Bashkëllim. Është vdekje. Në hapën qytetar në rrugën Konsej General. Edhe shkrimin në godinë në numër 12 dhe shkallës me hapa të shpejtë. Me 44 trokas të porë të hyrë brenda, përballë me drejtë të rishima. Dhe bashkëpunëtorët e tij, të cilët sapo kishin nxjerrë numrin e ri të gazetës Galvani, e cila votojnë shqip, frëngjisht dhe turqisht. Pas Karagosha, dhe rishima më dha ashtu me gazeta për të treguar fshehallësin në Shqipëri. Do tha, një tetor 1915, ditën e tretë në orën 10 partneri të sapo në Bravo do të ishte në Zagreb. Pas shëtis pak në bregu të Qerit, përpër në hartë bulevardin Boulevard. Se dhe godinë numër 5 ndodhet redaksia e gazetës Galvani. Trokas të portën e saj dhe sa më hyrë brenda shohë një kavoli poste numër 3 dhe një artikull me titull Dua Shqipe, hapin një citat të Gabriel Xhana. Ata këto votues të gazetës Soti Polea, Andri Sari dhe doktor Mjartur, tipën e vitit 1920, dhe si tina antarë të qytetarë të shqiptar, do propozon të kandidaturën e profesor Vertitar si konsul i përgjithshëm të vlerësisë shqiptare në Gjenev. Gjenev 1 mars 1917. Në 1 mars, në datë 1 mars, në orën 6 pasdite, u takova me një trashëgimit. Dhe doktor Gjergj Adamit Prashti, lokalin e Granadierëve të Vjetër të Gjenev, është një tajete. Ai është diplomuar në Universitetin e Lozanës. Doktor Adamit më dha të lexoj subtil që ishte shkruar për Pellazën dhe pasardhës e tyre shqiptarë, të cilët pasi e kishte paraqitur në Institutin Kombëtar Kairo të vitit 1902, e kishte votuar në një revistë shtetërore. Një gratë problem për këtë studim, ideologjike teoretike të Shqipëris, ai do ta mbante në shkallën geografike të Gjenevës, presidenti i cilës ishte profesor Gjergj. Gjenev 7 ditor 1920. Ato të prende në mëngjes pas kalova bëri monument Bruce Lee, villa udhën mbi Urovon dhe dole në rrugën e Romës. Gjitho hapa të mbërritur me reporter metropol në salonin e cilit. Pronari i mikë Shqipërisë kishte bërë një flamur të madh shqiptar. Në atë orë kishte rezidencën e delegacionit shqiptar. Kur i thash sortilisti që duhet të takojë me Panorin, ai më përgjigj se Monsinjor Panori dhe anëtarët e tjerë të delegacionit ishin nisur për të marrë pjesë në seancën plenare të ditës së famave. Atë ditë Shqipëria u paranoi në ditën e famave. Gjenev 26/1924. Ditën e shtunë në orën 4 pasdite, iva biçikletës së komunista drejt shtëpisë së profesorit Zherbitar, në rrugën Kotar të Tejani. Redaktori i gazetës Zhurnati nuk ishte ngarkuar të merrë një intervistë profesorit Zherbitar, drejtuar të ditës së famave. Pas përfundimit të fasës parë, do prasën humanitar në Shqipëri. Profesor Zherbitar sa të më pati porta më tha, jam shumë i granë, nuk kam kohë. Kam marrë shumë dokumente që duhet të dorëzoj në ditën e famave. Megjithatë, me qesë garë, ka një delegitu, po t'japë në tutë me fullin nga Shqipëria, që mi vërruar në portin e Dukës, italisën e ta marrë një tjetër. Gjenev 7 korrik në 1926, pas të përva bulevardin, Kërështava, u këtërën në marrë dhe dyrën në rrugën në Peshtan. Është ditë e mërkurë, në kranë në majtë rrugës, në numër 20, shumë një godin 6 në cilin të redaksin Gazeta Liria Kombëtare. Po cilin fashë balko, fashë drejtorin e saj, po merë në shanë, dhe Halim Xheri, i cili vërtos aktivitetet e tij politik për Shqipërinë, do të pranojë më pas antar i Partisë Komuniste Fisërane. Por gjithë shkallët hyra brenda, redaksia mund duk si një Babiloni e vërtet, por babilonasit e saj i dinin po i kishin artikujt e gazetës dhe dëshkimet që prisin të votoheshin. Pasi diskutohen pak për situatën politike në atë, por me në shani më dhanin në gazeta dhe të më thamë, po të shkosh në barë, të marrësh në një, dhe këto gazeta të t'i kalosh në njërë klandestine në Shqipë. Ndjehem shumë emocionuar të poroj që dy libra që unë kam votuar, libri parë për Mitterrand dhe libri tjetër për Revolucionin e Identitarit. E kanë piknisjen, e kanë zanaturën për të
ekonomisë të shkencës. Në vitin 1987, unë përja të tyrën e redaktorit të revistës Shkencë Jeta. Dhe, me që ishte shumë pranë të revistës Shkencë, vje herë pas here dhe takuaj me profesorin. Profesori Buda, në vitin 87, pasi bisede dhe pasi u zhurkuar në propozon një ide për marrë një temë antropologjike në Shqipëri, më propozoi që të merresh me dy drama. Dhe të punë nisën bashkë me profesor Çorapov. Në vitin janar të vitit 1990, votua libri Brenda Ballkan dhe vepra të tjera për Shqipërinë shqiptare. Në vitin 1990, vitin e Akademia e Shkencave takoi profesorin Budën dhe i raportova pak shumë në lidhje me historinë e punës të botëve të librit për hidrogen. Dhe i kërkova që të merrem më pas me një këshill që të përkuja në kushtin e Akademikës. Të bëjë një temë tjetër. Profesor Buda më tha që është mirë që merresh me një figurë, një islam, cili ka ardhur në Shqipëri në vitet 1920 dhe kam bërë shumë për Shqipërinë bashkë me figurë shumë e panjohur për shqiptarë, për Shqipërinë dhe për studiuesit. Dhe më përshilloi që të studioj dokumenta, çfarë dokumenta kanë në universitet, çfarë dokumenta kanë në bibliotekë kombëtare. Tani libri do të në vitin 2009 më pas ishte pamundur që të merresha me veprën e ndërmimet që të bëja për veprën e zhanimitarit. Dhe u dish që kalonin për shumë vite, pasur të parabitën time shkolla në Zvicër në vitin 2006, nisa përtimet e mia në Gjenev, në lidhje me zhanimitarit dhe të bashkëtorët e tij. Do të shkruaja sot që profesor Alex Buda ishte në salë dhe i thosha në dialektin e Elbasanit që porosin kanë në sipas të librit tim, por po që ta kryer, ndoshta ka kryer, ndoshta si ka kryer, dhe ju thosha në diçka tjetër në dialekt që janë leksi, vjeshtër hati dhe zhëmbitari u vatë. Hajtë të përës. Kulturistë ju propozohet të vizitojnë muzeet, këshillat, katedrën e ujit, orme dure, kombet e bashkëpuara, dhe ata kanë përshtypje të vizitojnë çokolladave dhe orme subterrane të shiten në përçaj. Turistët nuk kanë të interesuar të vinë në sensimin e Gjenevës, është bërë gjyqi një oligark rus në vitin 2014 dhe signifikate deklaroi që pas divorcit i paguante ish bashkëshortës së tij 4 miliardë franka zviceran. Ciceronët e Gjenevës. Krahas pyetjeve standarde që i bëjnë në turistëve, i bëjnë pyetje se nuk bën pjesë të dorëzimit zyrtar të turistëve. Pyetja është: a doni të shihni vendin ku liçeni Leman ka për divorc të shëndarë me Tumi Rona në Johnson? Leman është natyrë dhe politike, ndërsa Rona është natyrë sanguine ka rëmbyer. Nëse do përdorim një terminologji politike, do të thonim se Leman me Ronë kondan një tjetër për mos futje karakterësh. Gjeneva është në vend të rrallë, ku pas gjysmë 12 mars, sapo që lulja e parë, një shpenje që ndodhet në bulevardin nga drejt, bashkia shpallë zyrtarisht vendim për ardhmën e pranverës në Gjenevë. Në fillimin e vitit të parë, dokumentuese dhe kërkimore të asistimit nga Buda e Budishme, mbyllesh një herë javë në arkivat e Gjenevës, si ata morgjit e dikurshëm të manastirëve, abstrahoja nga botë reale, ditën kalin e pekës dhe fluturoi herbicide bibliotekë herbicide Ilian. Dhe shqytës në potrëve të thelat të mëndeshme, si qeveria e organizuar urueshin do shkrimet të vjetra 700 vjeçare Cicerane. Fillimisht për shumë vite në radhë, ka marrëdhënuar shumë kohë dhe energji, u kërkuar si për në tash, dokumente për Shqipërinë dhe shqiptarët nga arkivat dhe bibliotekat Cicerane. Dhe në datë, vit pas viti, duke njohur të thuar përsi nga arkivistë të vjetra të arkivat të Gjenevës, dhe si trajnimin të fsheta dhe Ministeri të Arkivit, siç një botanist emër të luleve, fillova të kuptoj peshka dhe teknikat e komunikimit që përdoren në institucionet të tilla shkencore dhe kulturore ndërkombëtare, dhe të punojnë në mënyrë të pavarur, pa njohur fare këto mekanizma, skema, laboratorius, metodologji dhe rretore të dikta, ishte krejtësisht e pamundur të punojnë në mënyrë independente, se më duket vetja sikur nuk isha mbaruar apetatën. Tashmë nuk isha më nevojë që skedat e arkivave
Kemi mbushur arkivistë se dokumentet që më interesonin mund të gjetë në kompjuter. Janë ato dokumente që nuk kompjuterizohen, janë hedhur në versionin numerik. Se kabina dokumentet të tjera apo harta të tjera finalizate në arkivat të bibliotekat të Gjenevës, të cilat legjislacioni digital i mbron me ligj. Programoja në portretet e librave të lidhur në Gjenevë, të përshkruajnë në libër për Shqipëri, ndonjëherë ishte në fakt, ndonjëherë më shumë lodhet në një kohë. Procedura ishte e thjeshtë, por të ante kohë se duhet të shkruaj të shtetoj librat një nga njëra, dhe nëse kishte pak fat të gjejë një libër apo një libër. Do të bëja pasardhë në sistem librave për shkrim. Duhet gërmuar vazhdimisht në portretet e librave të Gjenevë, kam rënë në grup dhe kam blerë përpasherë romanet të Roger. Bashkëshortës e profesorë shërbitar, autore e 54 romaneve të botuar në Zvicër dhe në Francë. Kërkoj sot pra ju në ndërrim dhe respekt të veçantë, që 14 ditë më parë, në datë 27 shtator të vitit, Helen Pitar, dyfur, bashkëshortë e profesorë shërbitar, ka patur 150 vjetore të lindjes së saj. Helen Pitar, mbesë e profesorë shërbitar, nuk ka dhuruar e pasherë romanet të Noel Rogerit dhe dokumentet të tjera të tyre, për cilat janë rinjës. Kam gjurë dhe gjuaj prej shumbitës libra të vjetër antikuar dhe panorologi. Sa të vogël u bë sportin i preferuar, sa kur shkojë në tregjet librave të vjetër në Trompa e apo në grupin e Konfederatës, i bashkisë po konsiderohen si njëri prej tyre, ai sa nuk ishin rrallë raste, kur vilisnjeri kemi, vonin pasardhë të tilla. Kam një botit të hershëm të kandidatit të portierës, unë kërkoj një botit të vjetër të kontratë sociale të Jean-Jacques Rousseau. Po të shohim botit të rrallë të biografisë së ndërtuar të Marin Barret, unë po kërkoj një libër ëndynable, gjermanisht të vitit 1493, video për Shqipërinë. Dhjetë vjet më parë, kam bërë në një libari të Gjenevës, një librar me emrin Barber, e thotin Barber. Libraria i ndodhet në qendër të qytetit. Pra, universitetit dhe unë kaloj shpesh aty për të shkruar libra antikuar, si mos libër profilit apo armëri. Në atë librari do kishim vetur sy tek disa romane të Noel Rogerit. Pseudonimi i Helen Pitar, bashkëshortës e profesorës shërbitar. Ky kisha parë një romane të Germain Messat, filozofës dhe romancier Eugenia Vasset, janë me titull Delfin, të tjerë me titull Morin ose Itali, cilën do ishte për tematikën e tyre. Sa për kuriozitet, Germain Messat ishte e filja e Jacques Necker, ministri të financave të Kryeut të Francës së vitit 16, i cili ishte martuar me Maria Antoinette, për kreshjen e fundit të Francës para revolucionit francez. Zoti Barbeti për roman, ishte konstruir të tillë, sa ato që kishin bërë pasardhë, ai rezistonte heroikisht. Kur shkoi një ditë në librarinë e tij Urare në Banat, shërbente një librar tjetër. Për shkak se zoti Barbeti ndodhte në pushim në Itali. Pa humbur kohë i propozua librarit të Biblia romane të ka përmendur në gjysmë të shqipit. Pas u mendua, ai i dha librat, por zoti Barbeti u thye nga pushimi, një pas vite u hyrë në librarinë e tij. Sa më pas, u ngritë këmbë me rrëzuar rezultat. Po hyrë në librarinë time për rast policie, me gravitur romane e Germain Messat dhe Noel Roger. Shërbimi që bëhen me tregjet librave, kulturën e tulla, dhe rrugë ato si besarë në argumenton. Sigurisht që ishin të vejtë, dhe nuk e dim bjerë të tulla. Ruritën disa përneqë të vazhduan pasion e tulla, lidhën në ndërkëmbimin e filatelistë të huaj e një familshko sistem politik në Shqipëri, ma të filluan të përshkëmime të tullat në qytetet lartë. Për të njohur për të faktin që disa intervistë dhe koleksionistë shqiptarë në fillim të viteve 90 me koleksione të tyre të pikturë dhe të tullat të radhë, vlerë apartamentet në Shqipëri. Dokumentet në varë për shërbitarët dhe bashkëshortët e tij Helen Pitar, e njohur pseudonimin e Noel Roger, kam gjetur në një muze të njohur të qytetit të Gjenevës, të Muzeut Etnografik të Gjenevës, në vitin 2010. Por si i gjeta ato dokumente do të pyesni ju për të drejtë. Këto dokumente unë i gjeta të mbyllura brenda në thesin gjykatës, i cili rrinte i hershur në një rast bashkë me 10 thasë të tjerë, dhe që as shumë parë nuk e kishte hapur brykën të shihë çfarë nuk kishte bërë. Të mira dokumente që ka 15 vjet që i ka vdekur ato ditar në vitin 2002, që të nisnin në bodrumet të tilla, dhe na shpet të dëmuara dhe të pa inventarizuar. Sa më shumë që zhytesha në thelësitë e arkivave dhe të bibliotekave të Gjenevës, aq më tepër puna e arkivet të dokumenteve për zhvillimin digital, më rritet pa ju. Më bë fantazh, sa më pite në amë të vëndëshqonë, më bë ves, më bë sëmundje, më bë nokë, sa më bide në artipia dhe dhe uvën për të shkuar në arkiv, isha mani të përja zikzak, të shirë në rrugë, dhe në probisa, se më duke se po poja më ka. Më duke se kur po trafoja bashkotën tite, më duke se po shkoja tek kashnori.
E kisha vërtet një ndjerësi të tillë më prisë të gjitha për këtë. Ndoshta ishte një partor më faj, dhe nuk kishin pasur asnjë detaj. Një hap herë kur shkoja vetë duke lexuar poezi të hershme dashurie të dy shkrimtarë më të shquar më të lexuar këta. Për shembull, për shkollën modern tek Ismail Kadari, i cili nuk e kishte mbarë të fshehtë Elenës, emër dhe dashur me ka pasur kur ishte student në institutin e psikologjisë në Moskë. Adoreja duke ka konstruar kulturë dhe nga si produksi e ras, aktuar në ndërmend që poezitë të dashurisë me titull i Ju, Batama, Lora, ale zëtëria për dashura i përtonët të qenë të ruar në gjepar të ti. Ma në të të lezosh, vartë që Kadareja nuk ka përshkuar dashur të timon të vite, edhe sot i tajtite të përshkojnë të përima në shumë. Me që datë, duhet përhuar me të drejtë, që shkojnë të dhaldja, e cila që nërë pra dhe dashura Ismail, me të një zjarë dhe pasion, një tjetë, ishte gjimnazistja Elena Gush, së cilës Ismail kur ishte student në Moskë, të bëjë 3 veshtaletër, duke e falendëruar për një tregim që kishte botuar në gazetën Zaravinis. Ajo letër balon, që përshkoi në qiell, mijëra kilometra, do të bëjë në mënyrë të natyrshme shëmbulltura e shkallë festë efektues, që i mbajti kurbën dhe zemrat e tyre pranë të tjetër. Dhe do ta presha do të ishin për lutje dashurie që nuk do të fikej atje. Gjithashtu, gjatë viteve të së tij, atëherë nuk e hapoi një Brunet të parusë në fjalën e tij, Arian, të cili takoi pas Sadie, Arfani dhe Eron, pas 50 vjetësh në shokët e grup në vitin 1991. Nëse për të tërori ishte kandidat në shkëlqyer të parë të pas të shokës së tij të parusë, Sadie agove që në çastet e para kur unionit dhe dashuroi të ndronin në sa, u ngrit një aksi aktivës, u ngjiteshin perëndikë dhe nuk mund të afroshin dot xhelozinë. Në një farë kuptimi figurativ, dhe jo vetëm, a nuk janë Elena dhe Sadia, dhe veçat e figurat e rreshtura të Ismailit dhe të Dërojit. A kemi drejt në zështrojmë hipotezën sipas cilës pas romanit a vetë detajët e Ismailit dhe të Dërojit të shien një Helenë dhe Sadia? A nuk janë dhe veçat e figurat e rreshtura gjithashtu bashkëshortet e shkrimtarëve, të artistëve dhe të shkencëtarëve të shquar të vendit, të cilat me kompletin e tyre pranuan të qendrojnë e hije rritë dashurisë së famshme për bashkëshortet e tyre. A ka dedikat të bukur për sakrificat e tyre studimit, stavarët e Ismail Kadares, ato të urtat gjënë në dëmje, të thjeshtat gjënë në madhështi. Vit pas dite, muaj pas muaj dhe vit pas viti, fillova të identifikoja patjet ardhet e mia në arkivat dhe në bibliotekat e gjenetës. Sa më ishte krijuar iluzioni se e kisha lënë dashurin vetë. Se dashuri mërziti pa mua, dhe unë nuk mund të jetoj dot pa e parë me sy dhe pa probleme me dorë. Kur i thash një herë dashnorës që do largohet për një javë në Gjenev për një çështje pune, dashnorja ishte të çajë me vetë. Sa i rritin lodhën për kërë dhe unë nuk paria dot t'ja qetësoja kush, dashnorja ime nuk donte që unë ta vija vetëm dhe më përgjyroj që të mos takoja të prim dhe të zija dashnorë të tjera. Kisha frikë se dashnorja do donte para filit, siç bëjnë në femrat të dëshpëruara japoneze. Kisha frikë se do të përgjigje e shqytet e trend si Ana Karenina, kush e disa le pagjur kanë paguar të lograr mendje dhe përshjencën dhe subpërshjencën time për gjithë të zgjedhje e cila do të duhet të plagë që ishin hapur në zemrat tonë. Vitet e fundit, nga që nuk fundet ato për shkak të orarëve të punës, apo për shkak lira subjektive, të shkojë çdo ditë në volumtoj në arkiva, fillova të merrja dashur të shërës në apartamentin ku banoja. Si përfaqja e filit nuk ishte më shumë se 120 metra katror. Për këtu, një dhomë matrimoniale, dhe një dhomë për fëmijë, Toscana dhe Holland. I të shokë të vetë, të lorë të alarmoha në të drejtë. Ku të t'i bajnë të libra dhe dokumentet të vjeta të figurosura, ka rejtë dhe skerta të ta një kritima, për të zërë rënqia të kapura, për të bëjmë rogën të kashë për në alergi, për të të një smundje, për në adhonë shtëpi të bibliotek, për në adhonë shtëpi të arkiv. Dërko, dashnorët e mia pas grupit të labur, dhe në qabat të dhe, ishte duar në syme e tyre dhe bërë një pushkim të putë si përfaqës e apartamentit. Ditë pas dite, javë pas javë, muaj pas muaj dhe ditë pas viti, dashnorët e mia, me durimin e grafisë e Fides që bëjnë gravura në kokën e orisë, ishin përgatitur për shtratin në studien time të punës, e cila tashmë ishte markonkurë në pullës së tabelë dhe etazheri që ndodhet në korridorin e apartamentit, ishte okupatur aq shumë nga kristalitorë dhe dokumentet të arabë të pozitivit të tonë. Dashnorët e mia platoniqe, që duronin si atome të ajër, rigjenin shkrope në ajrija, të pojmër e merit, ndërsa trajtet e punëve të frishtë të dashnorët e mia mund të shkjenë të punë, ndërkohë që ato ishin të padrejtuar të tjerë, përfshirë këtu edhe të shoqë. Në gjithë se gjysma ime më e mirë
tashmë ishte procedura e sigurt që partnerët e mia shiheshin përvojën e librave të bibliotekës. Megjithatë, partnerët e mia të pafara, përgjithsisht, ishin të kujdesshëm dhe përpiqeshin që të mos vinë në sy hatës në mënyrë që i me shokëdesa të mos rritë pa gjumë, të mos shite anë të fshira dhe të mos të përvojë me dyshimin. Tek mbrapa, për gjysmën time më të mirë, tashmë nuk ekzistonte as tema vërtetër, kur më shite të përvritesha në shtratë dhe që primetet të mbi as me kambi, as me dalmator. Gjysma ime më e mirë e dite që herët ato, pas mesit të natës, unë do të ngriesha në hapët e lehtë, që të mos sqoja e të prisja gjumin, do të hyja në studio dhe do të kaloja natën me dashnorët e mia për të rikthyer në shtratë në orët e para të mëngjesit. Pas votimit të librit shqip në fund të majit të vitit 2023, mblodhi një mbrëmje me disa miq të tjerë për të pirë një portfel dhe për të besuar daljen e librit për Eugen dhe Lepitar në librarinë Adrian në Tiranë. Një për librin e tij, një nga të tipa që i në drejt, më tha të natë. Për 15 vjet, ke shkruar një faqe. Më thuaj të drejtën likuin. Si të ka duruar bashkëshorta jote? Të kërkoj pjesë, gjysma ime më e mirë. Ju falenderoj. Ky libër realisht nuk do të vinte dot pa përkushtimin e autorës së tij, Lodi Duarama, që kam kënaqësinë ta përshëndes. Queria agora o grande que passa aqui no final da são coisas boas para pessoa que às vezes que vai no show. Quando ele vive na vida, de parte da pessoa aparece, né? Para assistir o trabalho parte miliane città. Io pensavo per noi zone vicine. E poi passai dove sai di cabeça do sotto ne shumë deixa eu ver se acho que eu não. Por isso eu só vou botar no isso se separa um chabutura, chabutura, vem chabutura de para chabutura ponto para ser vídeo do chabutura de São Miguel se é livro que é aí muito bom vem do no segundo também a gente se precisa se chama o estilo que no Gregório do país e chega que fala nível toda botou esse vídeo eu vi que me achei que fala chega falando chega quando uma decisão conforme viene esatto se c'è proprio aí c'è pure che viene qui sono documenti che pode ser que o possa vir do campo, parar o dia para ver o chão estes ou seja, elementos desses gente, essas crianças também se tornam necessidade na contribuição para o que é bom estar de televisão, ser estar a como
Nisë Shqeca, që propoj një libër tjetër, vetë fotografi, por mund të jetë të flasës me një fjalë për realitarë, sepse jo në aspektin e rrëndën në klasë, që ato ishin një qitë jetër, në shumë, unë e krasoj në një posibilitet tjera, si të ishe desën në të tonë, një ishe qimë në një pachës, një posibilitet në zakon shqipë. Fokë shumë në dhe. Këtë është vërtet ka edhe domani ka sa është në procesu është në procesu. Shkare po, nëse gjithë në pitarë dhe besurin të kërësona, ishe nuk njëhen gradë të tyre për pitarë i kishe e tenë. Guardare a tombe, in Svizzera, por mi sono scenario che documentazione che io la tengo per l'Italia, grazie per la città, l'altra visione che erano riesce a un'attivista. Poi ci sono una diversa approccio che vengono grazie a crisi di che è stato scelto di fatto perché magari ne vuole realizzare che non lo trovo più che classe l'hanno scelto quando tu hai il cuore quando tu hai usciti il buono era se poi la parte finisce per questo alcune attività di società esce aí finisce na dentro vocês distribuindo informação e exatamente do trabalho. Se permite para tá já chamo o mesmo que tá só quando a pessoa muito baseado no sistema de classe. Desa, Eugen dhe Elen, na kanë shkuar një letër. Unë nuk e lexoj për herë kohës, se do duam që të ruajmë kohën që kemi programuar për këtë aktivitet, dhe jemi pak më dhe ju të shërbim të dasmë. Megjithatë, ajo shpreh keqardhje për mos qenë fizikish në Shqipëri dhe gjithashtu mirënjohjen për punën e Kundretit, mbështetjen e ambasadës Zvicrës e të tjerë që janë përfshirë për ruajtjen e kujtesës së punës dhe jetës së gjyshit dhe gjyshës. Koha tani për të dëgjuar nga zoti Ylli Alushi, presidenti i Kryqëzit Buq, duke qenë se organizatari është tenduesi i Kryqëzit Buq shqiptar. Sjellje dhe aktivitetet e njerëzve të civilizuar, teknologjinë nga rrugët e civilizuar, frymëzohen nga karrika dhe vlerat transformale, arku potencialin për të vënë në shërbim të kauzës së drejtësisë, të ndihmës dhe përkrahësit të më të varfër, të cilët kanë të drejtën e tyre të jetojnë në paqe dhe barabartë në bashkësinë e popujve dhe kombeve të botës. Njëra nga këta individë është profesori Gjerpitar, antropologu i njohur zviceran. Ai nuk ndiqet pasionit për profesionin e antropologut dhe në funksion të thellimit të mëtejshëm të njohurive të fuqës së tij, kryen vizita në një vende të huaja, por e u lidh dhe u dashurua në mënyrë të veçantë me Shqipërinë dhe shqiptarët,
të cilët në momenti I parë që kontaktoi në verën e vitit 1990 nuk përveçit të respektuarit dhe ndihmuarit. Vera e vitit 1990 solli 2 ngjarje të rëndësishme për kryqin e fushit ndërkombëtar. U nda nga jeta Gustav Manier, kryetari I Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq, I cili për 46 vite e drejtori këtë institucion. Po ashtu u shtua dhe André Dunant, themeluesi I Kryqit Kuq Ndërkombëtar, vlerësuar me çmimin Nobel për paqen në vitin 1902. Ky është çmimi I parë Nobel që jete për paqen nga Komiteti I Helsinkit. Ndërkohë që ish kryetari I parë Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq, generali Fillon André Dufour ishte ndarë më herët në jeta. Elementari që pinjove familjes Dufour. Dhe duke sikur të tillë njerëz I përket historia të ndjekin pasionin dhe vepën e paraardhësve familjarë dhe bashkëpatriotë, duke promovuar humanizmin si një nga vlerat më të çmuara të shoqërisë njerëzore dhe të asaj të promovuar më shumë. Largimi nga jeta e 2 ish anëtarëve të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq, të cilët kishin kontribuar aq shumë në bindjen e qeverive të vendeve të Europës për të firmosur në vitin 1863 Konventin e Gjenevës, e gjetën profesor fitar së bashku me shoqin elementar në Shqipëri. Ardha e këtyre 2 njerëzve të mëdhenj do të dikonte shumë në aksimin e tyre në interes të popullit të parë në Europë. Jo se profesor fitar, ishte kryetari I Gjenevës, ndodhe dhe selia e lidhjes fondeve dhe ajo e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq, ai nuk përsëri kur veten e tij për të kontribuar në interes popullit shqiptar, duke qenë se ai donte një reputacion të vlerësuar dhe të respektuar nga elita intelektuale e Gjenevës. Konteksti historik I Shqipërisë dhe vizë parë të profesorit fitar ishte në disfavor të saj. Ishte kohë kur Perveri Osmani po shpërmoqej dhe ishte në fazën e largimit nga skena politike, duke u aktivuar në sfidar të historisë. Kjo I kërcënuar Oreksit në një fshim për grafitetin të territorit të saj. Fshimit ishte në organizuar në shtete, duke disponuar forca ushtarë të rregullta dhe sulmet e tyre ndaj tokave shqiptare që nuk ishte pushimronte veç vullnetarëve që organizuan në bazë e thirrjes së ndërgjegjës tyre si dhe nga patriotët shqiptarë. Eugen Vitar mori anën më dobët, pasi pati Shqipëria ishte kthyer në plagj sotime nga viti nga vështimi, të cilin mbështeteshin në politinë e kohës si Rusia dhe Britania e Madhe, të cilat nuk kishin ndonjë interes direkt në Shqipëri dhe ishin pozicionuar kundër saj. Në intervju në Shqipëri profesor Vitar ndodhi tek muaji kushtetor 1921. Gjatë këtij periudhe Shqipëria kishte ngritur disa struktura shtetërore, ku qeveria ishte më e rëndësishme dhe qironi kreu të shtetit e luante Këshillin Lart të Shtetit për në 4 anëtarë. Nisur nga qeverinë provinciale, profesor Vitar emërohet nga Këshilli Lart të Shtetit konsuli I përgjithshëm I Shqipërisë në Gjenevë. Ky pozicionat zyrtar do të plotësonte punën e tij në interes të vendit tonë. Kjo ka rëndësi për ne si politik shqiptar. Është roli që profesor Vitar luajti në krijimin e Kryqit Kuq gjatë vizitës së tij të dytë në Shqipëri. Gjeneva përpos serisë së lidhjes fondeve për gati 5 dekadash, në atë kohë ishte dhe seria e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq. Krijimi I kësaj organizate në vitin 1863 e shqyrtuar me krijimin e shoqatave të Kryqit Kuq të vendeve më të zhvilluar të botës, shihesi një realitet civilizimi, duke promovuar dhe ofruar ditë konkrete humanitare për komunitarët. Prandaj profesor Vitar u propozoi autoritetet shqiptare krijimin e Kryqit Kuq, që u realizua në 4 tetor 1921. Pikërisht pak më shumë se një vit pas krijimit të qeverisë shqiptare e njohur ndërkombëtarisht. Në mbledhjen e zhvilluar në sallën e Asamblesë Kombëtare, ku merrin pjesë mjaft nga personalitetet më të njohura dhe të civilizuara të vendit, dhe të cilët nuk mund të bashkohen edhe si një personalitet si Eugen Vitar, për mund të kishin Levi Frashi, Recep Mitrovica, Xhafer Teva, Sarviniau, Raif Fico, Dremjeta, Toshkadria, Mustafa Kruja, Dirk Fista, Ali Kërcyra, Rik Burakuqi, Rizatani e tjerë. Dhe në të mbledhje profesor Vitar u zgjodh president deri I Kryqit Kuq bashkë me
elektrikar, ndërkohë që president I Kryetit Shqiptar u zgjodh doktori Fat Rashti, I cili sapo kishte lënë pozicionin e profesorit në Universitetin e Stambollit për të kundërshtuar në Shqipëri. Akti I krijimit të Kryetit Shqiptar pasqyrohet pas shkrimtarit për dizajnin e gazetës La Suisse të Gjenevës, ku disa ditë më vonë pas krijimit të Kryetit Shqiptar, elektrikar boton një artikull ku shkrimtarja kulare do të njohë botërisht krijimin e Kryetit Shqiptar. Kryari, thotë shkrimtari për dizajn, u pasqyrua edhe në shqiptimin e së kohës, duke na dhënë referenca përkatëse. Krijimi I Kryetit Shqiptar u njoh zyrtarisht nga Këshilli I Lartë I Shtetit në vitin 1923. Pas përsimit të kritereve të nevojshme dhe ndihmës së vazhdueshme profesor Fitar, ai u njoh edhe ndërkombëtarisht. Pas asaj periudhe, për Kryetin Shqiptar filloi një periudhë ngritje dhe zhvillimi, duke ofruar ndihmë humanitare, materiale dhe shëndetësore për shtresat më të varfër të vendit. Vizita e tretë e profesor Fitar ndodhi në verën vitin 1924, I cili kryesonte delegacionin e lidhjes së kombëve dhe të Kryetit Ndërkombëtar për të organizuar shpërndarjen ndihmore për rreth 200.000 shqiptarë të zonave veriore të vendit. Kishin në vështirësi të mëdha mbijetese për shkak të fatësisë së madhe të individëve të parë. Ai zgjohet të drejtonte këtë operacion ndihme nga strukturat e larta të lidhjes së kombëve dhe të Komitetit Ndërkombëtar të Kryetit Ndërkombëtar për shkak të lidhjeve të veçanta të tij me Shqipërinë dhe shqiptarët, gjë e cila do të ndikonte për kryerjen me sukses të misionit humanitar. Ai filloi këtë detyrë me një mënyrë krejt ndryshe nga sa këto detyra kryhen në kohën e sotme. Ai përfshirë dhe në organizimin e punëve lidhur me mbledhjen e fondeve të nevojshme financiare, përfshirë dhe blerjen e atrujve ushqimore në tregun evropian. Për të bërë një krahasim lidhur me të kryuar një ide se çfarë operacioni drejtori vëzhgimtar, po I përmend vetëm disa shifra. Në politikën e Kryetit Ndërkombëtar synohet që të mos I kalohet ndihma për çfarë lloji fatkeqësie e më shumë se 10% fokusisë. Pasi Kryetit Ndërkombëtar në çdo lloj situate nuk mund të zëvendësojë qeverinë, dhe detyra e qeverisë që të ndihmojë çfarë lloji fatkeqësie fokusin e vet. Në vitin 1924 elektrikar nuk ndihmoi 10% fokusisë, por ndihmoi 25 dhe 30% fokusisë. E para. Po ta krahasojmë ndihma të Kryetit Ndërkombëtar I ofroi Shqipërisë pas viteve në 1991, kryesisht vitin 91 dhe deri në 94 dhe më pas vitin 97, nuk I kalonte shifra e 350.000 shqiptarëve. Pra, pak a shumë po shifrës së 10%. Por kryetarët e delegacioneve dhe delegacionet e Kryetit Ndërkombëtar në Shqipëri kryen vetëm rolin e drejtuesit të shpërndarjes së ndihmave, ndërkohë që vëzhgimtar në përmendta pak sipër kreu dhe rolin e grumbulluesit të fondeve në përmjet apelit të lëshuar në lidhje kombëve dhe nga Komiteti Ndërkombëtar I Kryetit, blerjes së artikulleve dhe shpërndarjes së tyre, jo me skota me kamion të mëdhenj kemi përdorim në kohën tonë, por me kafshë transporti, që ishin disponuese vetëm të transportin në atë kohë. Ky është dallimi I madh I mjaftë të argumentuar arsye pse një pjesë komemorative për veprën e tij në qytetin e Tiranës do të pushteti para rezervë parlamentare Kryetit Shqiptar, ndërkohë që me ditë shkretara jonë, që ai kontribui aq shumë për ta krijuar, është sot një antare e denjë e komunitetit ndërkombëtar të Kryetit, të u vlerësuar si një nga 30 shirkatat më të mira ndër 192 shirkata që janë sot në botë. Ky është vlerësim zyrtar I bërë nga strukturat qendrore të Kryetit në Gjenevë dhe jo. Faleminderit për marrëdhënie. Mirë, faturën të zalironi shpesh vënë për disa praktikantë të gjitha në dosje. Në sot që ndryshë dhe për vëzhgimtar, dhe pse dosja e tij është jo nga ato që të përmendur, por në drejtorinë e fuqishme të arkivave dhe për të, për dosje vëzhgimtar nga arkivat tona, për zotin Endrit Musaj. Pak vëzhgimtar nuk është kanë tonë,
ai ka dokumente që flasin për këto shkruar me ai, ndodhin në fund të vështirë. Dhe shumë i përtas për një sapë të gjërë, nuk kemi posisht të më i thellë, dhe komente tjera, por njësësi ka që s'ka mundë urimdoj për vrajtë se këtu. E tonë më në frashë ndodhin sa letë që profesorët të rëndë në frashë të përfjallë dhe informacione që profesori i kërkon në lidhje me gjendjen e Shqipërisë dhe çështjen e të një sistemi. Dhe shkollë të vitë, për gjërkasës i ekonomisë brendshme, me emra administrative dhe të ruajtur që janë miqtë të Shqipërisë, në tekst shqiptar dhe në listë rast emrat si Justin Godard, Aubrey Herbert, Nestor Hahn, Robert Sitz dhe tjerë që emri në shëndetar. Gjithmonë, dërgoi një letër në gjenerë me një nësënjë a qëtëri jakë së rejshën shkollën, ku i kërkon i e të lidhë në mështiri për profesor organizatarë në vizitën që i punë të bëjnë shkollër dhe të rina, të ta i të bëjnë libër për organizatik për Shqipërinë. Dhe ashtu kemi një tim të prefekturës Durrësit në 1901 të Ministrisë për Brendshme, me iniciativën e fitare të organizimit të Kulturës Shqiptare. Në marrë të iniciativën, njëri i Tiranë, Ribien Rene, në Gjeneva, i lexon një letër të Ministrit të Arsimit të Tiranë, ku shpreh dëshmërinë për të punuar në Shqipëri si mësues, në bazë të një artikull të botuar në një gazetë në Gjinet Kampanov. Në artikull shpreh dëshirën e qeverisë shqiptare që hyjë të rinë nga Zvicra të shërbejnë në organizimin e arsimit dhe të informacionit së Shqipërisë. Dhe për cilën është reaguar në qeverinë shqiptare edhe profesorët të kartë të zgjedhjen në dorë të 2022, kemi një korespondent mbi kërkesën e profesorëve shqiptarë për dërgim materiale dhe takka për plotësimin e studimeve mbi antropologjinë shqiptare. Ka shënim që njoftohen gjitha prefekturat për plotësimin e kërkesës, por asnjë dokument nëse kërkesa e profesorit plotësohet. Në pritjen e 104 të sistemit gjakore, në sistemin e dërguar prefekturave, ku njofton ardhmën e profesorëve shqiptarë i dërguar për lidhjes së fondeve, kapitalin e ndihmës të caktuar nga shoqëri, në këtë majsorët të vartë dhe udhëzimin që tjetë çdo lehtësime në lidhje. Por në qeshor të kohë të vitit, në shtetare të një telegram të Ministrisë ku në Gjinev Kampanov, ku njëson se Ministri, shtetare të Ministrisë për shëndimin e shkollës dhe sekretar për kontributin së qeveria e re, që ka dakord në ndarjen e tij, sipas planit të programit të qeverisë së bashkë. Në 2024, kemi një letër të shkruar gazën mjetë në shkollën dërguar lidhjes së fondeve, ku e vlerëson ndihmën që ofron popullit shqiptar, pritin e çiftit shqiptar që janë për ndihmën e fjalë dhe që akuari për qytetin për përgjigje. Në fondin e udhët Pakistan ndodhet një dosje me një artikull të profesorit shqiptar mbi rasin dhe historinë e Shqipërisë, megjithësisht në 2024. Në 2027 organizuar një një komision në rastin e sekretarit të Shqipërisë dhe u kërkua nga të gjitha shtetet ku shpreh profesi që të dërgonin si thua informacion dhe ata huajt që marrë pjesë të qëndruar në çështje shqiptare dhe një nga ata është organizatar i cili konsuli shqiptar në Gjinev i dërgon një komision si vjen profesorët. Dhe shumë në koleksion në kujtimeve, që do të pranë në arkivi që në shtetëror, në kujtimet e Thoma Papapano, jetë për një vizitën që profesor Pitardi shkoj në Gjirokastër, do të takuar dhe babajnë e tim. Dhe që thoi, në 1921, vizitu Gjirokastër dhe kriminologu Pitardi dhe i papi edhe Papapanos, babajnë e tim, Kafka në kokës dhe Papapano bore si katë, por Pitardi e tha se Kafka është shmonë se ishte shqiptarë. Gjithashtu kemi dhe një poezi të Helen Pitar, i rrugët e Shqipërisë, të shkrim të shqipërisht, nuk e di të në asaj ose shkruar në tjetër. Si dhe kemi dhe një dokument shumë interesant, shkelimi mbajtje në 2 shoba, në rastin e ardhjes së shqiptarit në shkollë, ku e falenderoj për ndihmën e çështjes shqiptare. Edhe dua në pikërisht të shkurtra të shokës, po të një qytetar pasi të shkurën në pojshtet. Zotëria e tij e ndryshme profesor Pitardi, Çitras, e ka dëshmuar se qiell që deri më sot janë shprehur në Shqipëri, ka rrjedhur dhe do të kenë participim
Shqipërisë e Europës. Pra, ne sot, të mbledhur bashkërisht në Kuvajt, me një besim të plotë, të pandashëm, po I kemi zotërisht tuaj lutë, mos me pushue pas tot, me I mbrojtë në atë mënyrë që ai vetë mundet me e ditë më mirë të drejtat kombëtare përpara aeropagut botëror. Ato të drejta që ne shqiptarët ligjërona në pas të shkrim për të parë të Saj, kemi shërama për sekretarin shkencor të Akademisë së Shkencave, zotin Shaban Sinani, të flasim për prezencën e titare në rrethet akademike të Shqipërisë. Amerika specifike për shenë dhe identitar, si t'jema të shënuar në sërinë të gjithë, dhe teorike e njështë në përgjësi, dhe shenë e të njërë në saj, në nga në shenë të Shqipërit, në përsi në njëre, si t'ju personalitetet që shkërën shalën në lakë në interes të shenë të shenë të gjithë për Shqipërin, dhe e thonë. Dhe ka milionë me rëndësia akademike shkencore e shëndetare është rrafat dhe historia, pyetje teknologjike në histori, pjesë parlamentit në revolucionin humanist, botimeve vidimje e libër, një vetë që të hoqë me një herë përmendje e studiut të Europan, Amerikan, një kur antropologia fizike ishte në gëzim, përsa ajo kulturore ishte në themelin. Struktura kësaj letre u rivotuan nga Michel në Paris, një dekadë pas marrëdhënies. Rivotuar dhe shenë të tarë të elementi emancipuar njerëzore në një popull ishte shumë e vështirë. E tillë, për shkak të keq përdorimit të antropologjisë, nga projektuesit e këtij teorie, struktura e veprës mjafton të përqybuar. Mbajtja e saj, rastat e historia, klasifikimi i rastave njerëzore, rastat kalimere, rastat anafrice njerëzore, dalvishëm i Iberisë, Franca dhe popujt tjerë të Europës, rastat nazi, Afrika, Amerikë dhe Oceania. Këto recensionet e para, autorët fiksohet antropolog I njohur veteran, origin e të cilit janë një pritur bashkëtisht të parë. Ne fiksohet të 3 dekada pas librit antropologut Saran Shëndetar, një vepër e tipit si e tij, rasa dhe historia u botuan në plot në Lisos, një theorisë antropologjisë strukturore. Studimet për shqiptarë, prej historisë dhe historinë e tyre, janë pjesë e një interesimi të përgjithshëm I dietarëve, jo rastësisht orientuar vetë kulturale të mëdha të popullit hersh apo vonë, pa hierarki, pa diskriminim, duke filluar prej civilizimeve parakoloniale e të lërgjisë popujve të dalvishëm të Ballkanit, Ruandisë, Vllahisë, Moldavisë dhe Evropës, studimet antropologjike për grekët, studimet antropologjike për turqit, dhe përgjithësisht për Albinin e Vogël, studimet të ndryshme për duginën e Romit dhe antropologji sociale për Zvicër, për të përmendur vetëm disa prej studimeve monografike dhe artikujve të rëndësishëm që edhe sot eksperimentin nga më të cituar, duhet të përmendim që rastat dhe historia si dhe tangjimore të popullit dhe është një prej monografike më serioze në rreth 630 faqe. Ta njohur disa votime. Pikërisht për këtë teori, fakt nga fakt, shndërruar në pjesë ndihmë. Ai shtoi interesimin për kulturën e këtij lashta si aboligjenët në Amerikë, romët dhe kristianët në Evropë, megjithëse shtuhet në recensionet për këtë. Kjo ishte disa avantazhe të tij, si paku karakteri. Në të kënd është shqiptarë shparatëri si strukturalizmi klasik në kulturë, një mendje e lidhur dhe emancipuar, që bëri maksimumin për ta mbrojtur shkencën nga deformimi institucional. Çdo këtë rast për të pohuar se modeli zyrtar për shkrimin e kulturës shkencore dhe qytetare është përfitur disa herë po të ndryshme, duke përfshirë debatet e fillimit të shekullit, gjatë të cilave dyra për koordinim dhe shkrim e spiritës kontribuoi seriozisht për modernizimin e arkivave kombëtare të Shqipërisë, duke përfshirë teknologjinë e urës, sistematizimin, numerizimin, informimin dhe riformimin e arkivistëve, njohjen dhe reciklin kombëtar,
dhe duke filluar prej kontributit shqiptar. Dhe ky kontribut sa më përmenda, meritoj vëmendje, vlerësi dhe lidhje. Faleminderit. Kemi rritur pothuajse në fund, radhën për të dëgjuar nga Rudet Zluka dhe Lorena Kurti mbi eksplorimet arkeologjike të urgjentimtar. Nel shqiptar bërë pak studi nga kolegu dhe Luka, i dhe garancia në përmendje punën e nga historikare të shkrimit vendore, gjatë ndërtimeve të tij në drejtorinë e ndryshme në pranë shkrimit vendore. Në artikullin e vetëm të votuar nga vetan të punën e tij në re, e fituar studimet të periudhës kujt të luar në Shqipëri dhe votuar në periudhën arshivistik dhe antropologjisë gjenerale, ofrohet rezultate paraplake të vendimeve të tyra nga imi në shqip pra ceremonie universitare praça argente dhe rodit. Klasë jeranike sa janë përmend këtu dhe planin e disa vetave të grupit strave, që si për artikull në armë dhe një tip të vizuar e në mungesë të dhënave të tjera, së bashku me kolegë literar nga Universiteti i Gjenevës, u bë përpjekje për përgjigjen e kitabeve të terrenit të litar, por në fakt ishin përpjekje pa suksesshme, gjithsesi u gjetë u arriti të gjejë koleksioni gjetjeve të vdekurave të profesorit litar në Shqipëri, të cilat ruhen në Laboratorin e Arkeologjisë dhe Antropologjisë Prehistorike në Universitetin e Gjenevës, të cilat u vizatuan, fotografuan dhe rishikuan nga specialistët lokalë dhe u votuan në një artikull të vitit teknologjisë në regjistrimin e tij. Si që përmoni profesorika, zona së cilës zona kufitar kaloi 2 vite që ndihmë të ishte kompleksin politikave përreth rrugës së Ujgut, e cila lidhet me devonin në forcës dhe forcës që ka në Bigor dhe Liçeni Prezes Vogël, ai është ndoshta të vizitar fakt që vizitoj apo në një të dokumentoj përmes fotografive disa reportimeve, siç për shembull për të cilin shkret këtu e historik me shumë mundësi fotografuar nga ai italiani dhe reunimet e sukses në një përshkella e zonës. Në fakt, në një shqipim të kujdesshëm të të dhënave që ekzistojnë, autorët kanë argumentuar se nuk është fakt shkella e nore e themit që përmendi profesor Seka, ku kreu vënimet eugeniktar, por është një shkellë tjetër në fakt, e cila ndodhet në masivin e Veltroput. Ka disa argumenta që mos po i përmend këtu në doktorate, pse autorët kanë menduar kështu, pasazh i rëndësishëm vjen edhe nga përshkrimi i një reportazh të saj të titulluar Buzëligjeve të Breskës, botuar nga Gazeta e Jaspis, por dhe ka etiketa shoqëruese që ne kemi gjetur me disa peazheve të stradit të mbledhura nga grënimi, ku shënohet pra shkella e Veltroput. Edhe nga Pitar përmend se ata kaluan në fillim në fortifikimin e Trajanit, pastaj në shkellën e tretë dhe grënimin në një masiv shëndor që ndodhet në fakt në Veltrop. Qeramika e vetë e gjetur unë të ditë se ishte një foto, dhe është dhe foto në fakt pamje kjo fotoja e rejnë dhe e cititar në shkellën të analizuar, në fakt nuk shkella e vejnë, sepse i ku shojnë që ka një masiv shëndor të rënë, gjithsesi na tregoi për potencialin e madh të kësaj zone, për sa i përket periudhës së neolitit. Qeramika e vetëm e gjetur në Gjenevë, në fakt është një enë, të cilën e ka botuar
Edhe u zhventar në artikullin e vetëm të tij, pra në kohë kur historia shqiptare ishte botuar se ka një vërtetar e daton me emrin në periudhën e Neolitit, një datim saktë, në fakt, bazuar në njohuritë e tij nga rivalimet ligjore siciliane apo ndihmuar nga specialisti Louis Planchet. Me njohuritë e sotme, pra ne nuk do të shkojmë shumë ndryshe në lidhje me këtë, mund ta çojmë në Neolitin e hershëm, në fakt ndoshta edhe në bronzin e hershëm. Nga gradimet në shkret, me gjeneru gjenëm dhe disa ashla buri, të cilat nuk arritën të vëdojshin nga vitarët, pavarësisht entuziazmit i tij lidhur me përgjigje, përpjekjeve për dalimin e tyre, siç na paraqiten dhe në librin e Zotit të drejtë saj në korrespondencën midis dietar dhe studiosit francez Louis Planchet. Edhe se shumë prej tyre nuk janë diagnostike në fakt, siç e përmend edhe Vitar, për këto komunikime, disa janë thjesht fragmente stave apo burush natyror, por ka disa të tjera të cilat janë mbledhje të procesit të gëzimit të vetlave, dhe pra pak prej tyre nuk lidhen me siguri me periudhën e Neolitit. Nisur nga artikulli Vitar, shpresa me gjetje strane e ka bërë në fakt dhe një përshkrim të detajuar të stratigrafisë, ishte ajo pra më e thella. Të dhënat e ofruara nga rënimet e Vitar ende sot paraqisin interes për potencialin që ofron shkellat e grupit ujkut, lidhur me historinë e ershme në zonën lindore dhe së shpejti do jenë subjekt të studimeve arkeologjike nga Departamenti i Historisë. Artefakte të tjera të gjetura në Gjenev janë dëshmi e vizitave të kuptarë në të ndryshme arkeologjike, që është për shembull ky fragment tjegur në shmundësi që aty bari hapur lartësitë të Bosporit, i fotografuar e kuptar, ne nuk kemi dhëna tjera për kryerjen e kërmimeve të Bosporit, por dhe studimeve të kartave ruajtura në kishën e qytetit. Perspektivën ishin dhe 27 fragmente ceramike të shkruara me etikë dhe që datojnë fakt periudha të ndryshme nga historia në mesjet. Ato mund vinë pashtu nga zona e Bosporit, por nuk përjashtohet dhe mundësia që ato pije qendra të ndryshme të vizituara në periudhën e Korçës. Në fund të këtij prezantimi të shkurtër, unë do të theksoj se ne theksojmë se shqiptarët në vitet në fakt të javën e kurse të parë të arkeologjisë shqiptare të fundit që në vjetet e 1920, përkitjet e tij përfaqësojnë një moment historik pionjer në kërkimin parahistorik shqiptare dhe në veçantë për rajonin e Korçës. Ai dëshbash që rrugënimet e historike në një periudhë historik, por dhe të botuar ato dhe të bërë të njohura për njëre më të gjerë shkencor. I falenderoj për vëmendjen. Mirë, tani është koha për të ngritur zonën ambasadore në për një surprizë që kemi çuar të ne, zbulimin e busit argentinar. Qindër për pjesëmarrjen dhe fitoi në orën jashtë akademisë në një pritje bufet. Faleminderit.